nga akuzat për korrupsion deri te fyerjet duke përdorur emra poshtërues për një popull të tërë. Parullat me të cilat protestuesit në rrugët e Serbisë tash një vit po kërkojnë përgjegjësit nga pushteti për shembjen e çatisë në Novi Sad, shoqërohen edhe me brohoritje shoviniste. Të drejtuar ndaj presidentit Aleksandar Vučić, ato në fakt e fyejnë popullin shqiptar me të njëjtin term që përdor edhe vetë pushteti në përplasje me udhëheqësit kosovar dhe kritikët e tij brenda Serbisë. Dje zhgënjim kur dëgjoj thirrje fyese nga të dy anët. Ai zhgënjim bëhet edhe më i madh kur nuk ka asnjë distancim nga gjuha e tillë, thot për shërbimin e Ballkanit të Radio Europa e Lirë, sociologu nga Presheva Altin Boriçi. Në këtë qytet në jug të Serbisë jeton shumica shqiptare, me rreth 60.000 banor shqiptarë të përbëjnë pakicën e 4 kombëtare në vend. Ata nuk ekzistojnë asnjë program apo fjalim publik, nuk janë pjesë e itinerareve të Serbisë studentore apo të rrugëve të pajtimit, por përmenden vetëm me thirrje poshtëruese, thot Përelin, shkrimtari Dejan Atanandovskovski. Çfarë bro rasin protestuesit? Nga duart tuaja janë me gjak te parullat studentore pompo dhe kush nuk kërcen, është i qeverisë, deri tek ato, ako hajduti dhe shqiptar. Drejtuar presidentit të Serbisë, studentët të cilët që nga aksidenti në Novi Sad udhëheqin protestat e mëdha kundër qeverisë, nuk janë përgjigjur pyetjeve të Relit për thirrjet që fyejnë kombe dhe pakica, ashtu si edhe për çështjen e Kosovës ata nuk kanë qëndrim të unifikuar. Unë personalisht broras vetëm për temat që lidhen me kërkesat tona, dhe ajo kryesorja tani është shpallë në zgjedhje, nuk më pëlqen parulla, ako shqiptar, sepse fyen pakicat, më mirë të brohoritet diçka më konstruktive, thot Përelin. Milani, student i Fakultetit të Biologjisë në Beograd, nga ana tjetër Ivane, student në Fakultetin e Shkencave Politike, thot se nuk ka problem me mesazhet të drejtuara presidentit. Është metaforë sepse ai e ka shqitur Kosovën, nuk është fyerje për popullin shqiptar sepse ata vetë quajnë veten shqiptar, me gjuhën e tyre, thot ai. Megjithatë, ndonë se shqiptarët e quajnë veten shqiptar, termi shqiptar në gjuhën serbe është fyes dhe përçon mesazh negativ. Përmes kësaj parulle fyese disa protestues shprehin qëndrimin e tyre ndaj Kosovës dhe qytetarëve të saj. Unë bro ras e ke tradhtuar Kosovën dhe Metohin, dhe sigurisht ako shqiptar, sepse Vučić bashkëpunon me ta dhe shihet se është më i keq se kryeministri në detyr i Kosovës Albin Kurti, thot Përelin, Jovani nga Beogradi. Milica e pranon se e kupton që këto thirrje mund të nxisin urrëtitje ndaj komunitetit shqiptar, por shpresoj që nuk është kështu sepse është drejtuar vetëm Vučićit, i cili hiqet si mbrojtës i madh i serbëve, ndërkohë që po shet gjithçka që është serbe. Dragan nga Beogradi mendon se fyerjet nuk kanë vend në protesta kundër pushtetit, ka plot parulla të mençura dhe me humor. Këto nuk janë as pak të nevojshme, thot ndër të tjera ai.